art ka ndihmuar të kuptosh më mirë rëndësinë e kësaj bashkëjetese të rinjve, e këtij dialogu që sot janë thelbi i punës që bën. Shumë e bukur kjo, më riktheve tani në fëmijëri. Po, është e vërtet në fakt pjesën e dialogut, pjesën e të jetuarit në diversitet, të respektit, të kuptuarit, të empatisë, e lidh me përvojën personale. Unë jam rritur në një institucion rezidencial tek fshati Sosi fëmijëve dhe kam jetuar gjithmonë me grupe të rinj, si motrat e vëllezër, jo biologjik, po vërtet shumë të dashur, kaq të ndryshëm, kaq divers, siç mund të jem unë, kaq në rrethana të ndryshme sa mendoj e kam bërë empatin edhe të pranuarit. Pra e kam përfshirë shumë vetën time sa unë nuk njoh gjë tjetër përveç se tani nuk mund ta bëj vetën time perfeksioniste, por realisht kam një respekt shumë të madh për diversitetin edhe për të kuptuarit të njerëzve. Dhe